Fitoria e Shqipërisë ndaj Serbisë solli largimin e Dragan Stojkovicit. Trajneri serb nuk e përballoi dështimin ndaj kuqezinjve në Leskovc. Kjo nuk është hera e parë që Silvinjo sjell largimin e trajnerit rival. Para Stojkovicit, një teknik serb po ashtu e pësonte pas disfatës me Shqipërinë. Bëhet fjalë për Mladen Krstajic, i cili në vitin 2023 pati ndeshjen e fundit me Bullgarinë në Air Albania. Përfaqësuesja e tij kishte disa humbje radhazi, ndërsa disfata 2-0 në Tiranë vullosi fatin e tij. Viti 2023 ishte surprizues dhe më i miri për Silvinjo në drejtimin e kombëtares. Fernando Santos largohej gjithashtu nga Polonia, ndërsa Shqipëria e kishte mposhtur 2-0 në Air Albania. Shqipëria Silvinjos po ashtu ka ndikuar dhe në largimin e Jaroslav Silhav nga Çekia. Disfata 3-0 në Tiranë tronditi çekët, të cilët larguan trajnerin edhe pse bashkë me të morën pikë të rëndësishme më pas, duke siguruar kualifikimin në Europian.